1971 zë një vend të veçantë në kujtimet e familjes Elezaj. Po në këtë vit kjo familje ndërtoi shtëpinë në të cilën jetojnë ende gjeneratat e reja. Është gjenerata e tretë për Fatas Elezaj, i cili jeton në shtëpinë prej gure me fëmijët dhe bashkëshortën e tij. Po kjo e vetër është për jashtë, sepse na për atë sa kemi pas mundësi, kemi bërë disa investime, por ne kena ndryshuar e kena rregulluar pak çështjen e lagështisë, çështjen e temperaturës, edhe të rendive mbrana. Për neve mbrana nuk dallon diçka për shtëpive tjera. A më tregon një ditë tash që fëmijët janë më të ri, çush ju duket atyne që po jetojnë në këtë shtëpi kaq të vjetër? Jo, kjo shtëpi e vjetër çush mas lufte, ka nisë më pa me synin që shtëpi e vjetër, shtëpi e gurit, ashtu. Mirë, po unë s'kam pas atë kompleks, domethënë çaq sa po më as pak kam pas kompleks sa që kom rridhe mu martu, domethënë që shtëpi të gurit. Po. Në atë shtëpi bashkë kanë shumë kujtime, si të lumtura ashtu dhe të idhura. Pesho që në këtë shtëpi ka se vjetë nuk po mungon as krua, apo më tregon pak për historinë. Po, domethënë që tregova më herët, baba shku në Gjermani në vitin 1971 pikërisht për me ndërtu këtë shtëpi. Edhe me kohën ka orën pushim këto, edhe në qatë kohë vitet 70, 71, 2, 3, është bërë instalimi i ujit pijes prej drinit të përshku për shkollë të dhënis vogël. Po. Edhe rastisht baba i ka taku ata që janë të puntu ujit, edhe i ka thonë me shti ujit mrena. Domethënë atë kohë e ka pagu, edhe jemi domethënë një ndër shtëpitë e parë në Radaf që ka pas ujit mrena, është edhe kjo. Edhe kjo krua. Po domethënë nona jame na është nusja më e re që ka lënë tesha mrena, jo që kanë lënë për vod për jashtë. Pra e pas ka pas në të lehtë atë pjesë, nuk e pas ka vujqa. Po, krahasu me nona tjera që se kanë pasur mrena. Po ne kemi pas dy ambiente të ndamës, që shihet çto, domethënë është prish kjo pjesa këtu përpara, po me veç ky muri. Çto është kon soba e burrave që kemi thonë na. Edhe këtu si kanë bërë fëmijë 10 vjet për vjet, janë këtu. Domethënë këtu kanë net burrat, në shpinën e poshtë kanë net gratë dhe fëmijë më të vegjël që kanë. A më tregon ndaj moment të dhimbshëm që e keni përjetuar në këtë shtëpi, që keni me mbajt mend gjithmonë? Momenti i dhimbshëm është më njëherë shkon mendja te momenti i fundit, domthonë para pak ditësh më ka ndruar jetë baba. Dhe nuk jeton më, po në ndër momentet ndoshta edhe më dhimbshëm se kjo është se na familja jonë, baba dhe mija, kemi një dëshmor të vramë në luftë, që është vramë moshën 24 vjeçare, që u konë të venditse për neve. Edhe pse ka qenë i angazhuar ushtar dhe ka qenë luftar i Zotit dhe që më thonë konë e prishme që një ditë po momentin që ka ndodhur e kena përjetuar. Po pra. Mirë, po edhe sot jetoj me lavdinë e tina dhe edhe këtë dëshmorëve tjerë sigurisht. Pavarësisht sfidave, shkollimin kjo familje nuk e la asnjëherë anash, dhe tani secili kanë profesione të ndryshme. Edhe pse shumë anëtar të familjes, edhe në një shtëpi të vjetër, tha që kena arrit me dalë intelektual të shkolluar. Po besoj që falë prindve, babës edhe mis, në nuk e kena pas fort atë vjen e materialista se në konë kështu as prind, as na. Po, jenë konë dhonën me shkollë edhe baba dhe mija. Po kemi profesor, djemë të mis, janë dy profesor, motrat e mija janë të kualifikume me fakultet, me magistratur. Dhe më thonë prej 10 fëmijëve që janë të dy familjeve, nonjën me fakultet. Pra mund të themi që nga shtëpia e gurit kanë dalë edhe profesor. Po, kanë dalë edhe profesor. Në të ardhmen, ata nuk e shohin veten duke e lënë këtë vend të shenjtë që e quajnë shtëpi. Përkundrazi, ëndra e tyre është që ta ndjenjë çdo ditë si një kapitull të ri të jetës, duke e zbukuruar me kujtime, dashuri dhe mbështetje për njëri tjetrin.